Kurse u rikthyet, kënaqësit jemi përsëri në ekranin e Report me recetat tona. Kemi në Reze Dielli, vazhdojmë me recetën e tretë. Kemi një ëmbëlsirë me oriz dhe çokoladë. Orizin. Dhe vendos çokoladën që e kam bërë në banjo mari, me ujë që nxehet e të nxerë, më pas vendos të tasin e qelsht ose të inoxt, e përziej pak sa, duke e ndihmuar me pak ujë që të pastroj edhe, ja. Po të doni ju mund të shtoni qumësht, por edhe me ujë, vetëm ujë. E përziej duke i shtuar vanilje. Edhe kaloj në blender pastaj. Ka ndonjë preferencë për zgjedhjen e orizit për këtë recetë? Për shembull të përdorim cilin do oriz? Faktikisht e mira është kokër mbullak, po nuk ka problem. Çfarë do lloj oriz do keni ju? Sepse mua nuk do më duhet shkërmoqja e orizit. Opa, e kaloje. Një shtesë tjetër që t'i bëjmë është dhe kakao. Pra njësoj sikur ju keni vendosur miell orizi. E largoj pak sa. Paralelisht kemi përgatitur dhe punuar brumin e byreçkave, do t'i tregojmë në vazhdim sa të jetë gati dhe ëmbëlsira. E ndihmoj me pak ujë. Përse shtoj tani që bëj edhe ftohjen e orizit. Se e dini shumë mirë. Edhe pak. Edhe pak derisa Helika mos të marri flak. Po, sa është dhe nxehtë. Po tjetë jo e lëngshme, normalisht do digjet. Helika, i largoj dhe jo tani, e lë direkt këtu. Jo tani. Gatisim pak më vonë. Që të ftohet, në qëllim që të ftohet. I largoj të gjitha, sepse duhet të punoj byrekun. Pra edhe njerë tek orizi, kemi larë shplar orizin, e kemi zirë, në ujë të ftohtë, se Kundru shpjegua pak më herët. Kemi shkrirë çokoladën në banjë mari, kemi bashkuar bashkë, kemi shtuar pak ujë të ftohtë, dhe në fund fare, ja, kemi dhe 2 lugë kakao, kur të servirim, shërbejmë ëmbëlsirën tonë. Tani do të bëjmë gati me vaj dhe e lë manjan. Më pas jemi tek pitet. Të pitet. Filloj këtu. Do t'i mbushim pak tani, punuam brumin, e lam të pushoj në minutat që u shkëputën. Derisa kam të masën e duhur, që pak fare ngjit në duar. E pres. Dale se. Pra e presim në aq kulaçka sa pite do të përgatitet. Pra, derisa themi që brumi ngjit, por nuk lëshon. Është ngjitës, por nuk lëshon brum në përgishtrinj. I bie të kemi 3 aty dhe 3 tek brumi tjetër, diku te 2 të parat. Pite të tilla. Unë do bëj 2 të parat dhe normalisht e lë brumin. Ne mund t'i skuqim apo do mund të piqen. Pra do t'i skuqim që të pushoj.
marr një tigan. Që të kene edhe unë vëndjen. Nuk kam nevojë fare për nëse shte. Ka miell. Që mielli, brumi, mos të më zërë atë pjesën e kores, për kujdesem këtu. Kur ne e shohim që është pak më ngjisë se ç'duhet, sepse do më ngjisi noklla ai, atëre e kaloj. Hop, në miell. Shtoj pak sheqer, fare, po, shtoj pak sheqer, ja ku ke dhe masën këtu. Sheqer, sa të dëshironi ju. Gjithsesi po e provoj një herë, se në base edhe çokolata duhet që të ngri çokolata, që të kalon më bashkë bashkë. Aq duhet të trash. Duhet të vi deri larg, se e merr gradualisht. Shumë mirë, e ndalon dhe përzien me lugë. E ndalon. E heqim nga priza, se keni xhixh. Tamam e ke, jo, tamam e ke, shumë në rregull e ke. Po, sepse orizi Ndalo, pa. ishte mirë i zier. E kalon të gjithë mas këtu. Ja. Këtu kemi vetëm orizin edhe çokoladën, no? Në një tavë të lyer me gjalp ose me vaj. E kaloni. Kakaon. Kakaon. Që të... Në një sitë se e kam në dorë të. Dhe në furrë në rezistencën e poshtme. Thjesht një mpiksje, nuk është se do të piqet, sepse është një ëmbëlsirë pa pjekje, Tani, por do ta lëm shumë që pak. të... E mirë është të jetë në frigorifer. Unë do ta lë vetëm 5 minuta. Vetëm 5 minuta, sepse nëse unë shte kakaon dhe kalojmë proces termik, digjet, tjetër pra, shtohet. thjesht vetëm 5 minuta. Përpara sa vendosim në frigorifer, po e lëm dhe pak aty, tek tryeza. Dhe e vë Ja. të piqet. Ëmbëlsira me çokoladë kakao, do ta lëm pak të ftohet, se sa u mpiks pak dhe më pas e vendosim në frigorifer, po ashtu edhe musakaja. Sa kohë kemi? Ndërkohë, shumë, jo, mbaruam, e mbyllim Mbaruam, vetëm me shumë pitën në dhe rregull. jemi E lëm. në rregull me... E lëm, po. Kështu treguam pitën e parë, do të piqet edhe e dyta, e kështu me radhë derisa të përfundoj sasia e brumit që ne e përgatitëm. Ndërkohë, ju përshëndesim dhe shihemi nesër me të tjera receta për t'i përgatitur. Na shkruani, çfarë recetash doni ju, edhe na telefononi, si të dëshironi ju. Ne do të përtojmë absolutisht për t'i përgatitur këtu për ju. Kalofshin ditë të bukur, me shumë gjasa do të ketë një mbledhje të rëndësishme nga kryeministri dhe nuk do të jemi në transmetim për bima dhe shëndeti, por do të jemi patjetër në ditët në vazhdim. Mirupafshim nesër.